Edicionin e sotëm do e filloj me atë që është diskutuar shumë ditëve të fundit e që bëhet fjalë për ekspozitën, ndërkohë që Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka ndërmarrë disa veprime të reja lidhur me këtë. Në kuadër të hetimeve është intervistuar autori dhe organizatori i ekspozitës Shkëlzen Gashi në ndyshimin për veprën penale të nxitjes së përçarjes dhe mosdurimet. Po ashtu në vendbanimin e të dyshuarit është kryer një urdhër kontrolli nga hetuesit e Departamentit për krime të rënda me qëllim sigurimin e provave të nevojshme për hetimin. Rasti po trajtohet në procedurë të rregullt hetimore dhe autoritetet kanë bërë të ditur se do të ndërmerren të gjitha veprimet ligjore për të sqaruar çështjen. Ashtu siç e tham edhe në fillim, ka shumë persona që e kanë përkrahur këtë veprim të Prokurorisë Speciale, mirë po ka edhe të tjerë që thonë se kjo nuk është e drejtë. Ka pasur shumë reagime, debati vazhdon derisa edhe dje ka pasur një protestë përpara kuvendit, protestë e cila në fillim është shoqëruar me tensione, por më pas ka përfunduar e qetë. Fillimisht sot jemi në një lidhje të drejtë për drejtë me analistën Sali Rexhaj, i cili ka qenë i zëshëm gjatë këtyre ditëve duke reaguar për këtë zhvillim. Rexhaj, mirë se erdhët në Kosova Live. Mirë se ju gjej, përshëndetje. Faleminderit shumë. Reagimet tuaja kemi parë gjatë këtyre ditëve statuse të shumta, por do ta nisim me këtë që ndodhi dje. Prokuroria, Bastisja, intervistimi i Shkëlzen Gashit. Të duhura këto veprime apo të egzageruara, ashtu siç dikush po i mendon e thot? Unë jam absolutisht kundër që të arrestohen apo të hetohen njerëz për libra. Libra duhet të luftohen me libra. Po në këtë rast nuk kem të bëjmë me një gjatë tillë. Kjo nuk është libër, këto janë falsifikime me propaganda apo me fakte të ushtrisë dhe policisë serbe. Unë kam qenë në Kosovë në atë kohë kur kanë ndodhur këto ngjarje, kam qenë aty diku afër ngjarjeve dhe kjo narracion i Serbisë se mbrana burgut të Dubrovës ka pas kryengritje të armatosur dhe aty ka të vrarë vetëm nga NATO dhe nga një luftë mes ushtarëve të UÇK-s dhe forcave policore serbe nuk është i vërtet. Kjo është dëshmuar 1000 herë se ka qenë propagandë serbe edhe propaganda më e poshtër. Përpos rastit panda që kanë ndodhur në Peji, ku vetë sigurimi shtetënor i Serbisë i ka vrarë 5 rinj për me ia ulën fajin shqiptarëve, do të thotë edhe kjo ka qenë diçka me përmasa shumë më të mëdha. Se si del Shkëlzen Gashi në vitin 2024, unë kam folë, kam bisedu, kam pi kafe me Shkëlzen Gashin. Unë ja kam tërheq vërejtën se disa gjana janë të papranueshme, janë të rrezikshme. Është rrezikshme. Kur ka ndodhur kjo? Kur ka qenë kjo bisedë? Unë me Shkëlzen Gashin shoqërohem prej vitit 2011, sa di. Unë kombas kohë jemi taku, kemi pi kafe, kemi bisedu për gjana të ndryshme, kemi bisedu dhe në rrjetet sociale. Narracioni i tij se çlirimi i Kosovës është njëjtë si pushtimi i Italisë dhe i Gjermanisë dhe këforin ta quaj këfori gjerman dhe këfori italian janë narracione. Vetëm Serbia e merr se Kosovën e ka urna. Cila ka qenë përgjigja e zotrit Gashi në lidhje me këto kritikat juaja, sepse këto kritika po i merr themi kështu nga gjithë që janë veprime të rrezikshme dhe që janë në dëm të historisë të Kosovës që ka pas. Cila ka qenë përgjigja e tij? Po ai qëndron para aty në narrativa, mundohet me argumentu, nuk e di me çfarë faktesh. Mirë po, komunikimi ynë ka marrë fund mas intervenimit në veri që ka pas Albin Kurti. Unë kur e kam kundërshtu metodën e tillë si vendosja e kryetarëve me 1% vota, ku ju tregu se kjo nuk është zgjedhje afatgjate, kjo është vetëm zgjedhje afat shkurtë, ja do të kthehen prapë serbët atje, sepse kriteret demokratike do të vlen gjithë në krejt Kosovën, jo vetëm një pjesë. Ajo është e ka ndërprej komunikimin e mua, që ma keq, ka qitë statuse, ja ky agenti Shikut, agenti Budala, që se mëra Serbia si shpion të vetin, mi ka lëshu militantë atë qaf, me ka 4.000-5.000 lajka, e kom tërhek vërejtën se kjo nuk është një regull, dhe ka pi kafe në shpitim, jemi taku me ta dhe një fushat e tillë. Nuk ka kuptim, aja një bashkëshortën time, një bashkëshortën e ti, një fëmijën e ti. Po, Rexhaj,
Për te i kësaj, kur e thash ju keni qenë shumë i zëshëm këtyre ditëve, e thash në kuptimin pra që keni qenë prej atyre sa kemi kuptuar që nuk e konsideroni thjesht një lëshim në këtë që ka ndodhur, sepse të këtij mendimi ishin edhe shumë prej atyre që dje i kishim në debata, që e konsideruan fatale një gabim që do t'i bëj që Serbia të ketë në dorë diçka shumë të rëndësishme. Si mendoni që ndodhi kjo? Ky gabim, nëse mund ta quajmë, ose sido që ju e konsideroni? Jo, nuk është gabim, absolutisht nuk është gabim. Absolutisht nuk është gabim. Vetë tashune jam i njoftur me disa gjëra, se po them ja kam lexuar librat, ja kam pa burimet e financimit, janë shumë të rrezikshme. Nëse prokuroria nuk duhet të akuzohet për asgjë, prokuroria ajo ashtu e bëhet hetimin e vet, të shohim se kush po financon këtë njeri. Kjo është mundu të edhe ka libra për Nikezicin ku ta diunë shkon shpesh atje në Beograd, nuk kam asgjë kundër. Unë kam një flet arrest në prej Serbisë, nuk guxoj me shku, por tjetër nuk është problem nëse shkoj. Rexhaj, kur thoni financime të rrezikshme, për çfarë pretendoni që ta kemi më qartë, sepse u aludua edhe dje gjatë bisedave që mund të ketë financime edhe nga shteti i Serbisë. Unë nuk e dia ka marrë drejt për drejt financime prej Serbisë, por indirekt ka marrë 100%, to e di unë. Ashtu siç ka financu fushata Martin Berisha, po i njëjti grupi njerëzve ka financu dhe librin e Shkelzengashit. Disa prej librave Shkelzengashit. Përderisa s'ka asgjë zyrtare, natyrisht të mbetën vetëm aludime, prokuroria natyrisht do të bëjë hetime dhe ndoshta do zbulohen gjitha edhe këto financime dhe tek prokuroria do të lexoj vetëm një pjesë nga ky autorizimi për veprimet e djeshme që ka ndërmarrë. Pra shkruan: Prokuroria speciale ka hapur rast penal ndaj të dyshuarit Shkelzengashi, i cili me veprimet e tij publike dyshohet se ka shkaktuar përçarje dhe mosdurim mes qytetarëve tanë, duke dëmtuar dhe ndryshuar të vërtetën e luftës çlirimtare në Kosovë. E që konsiderohet se me këto veprime i dyshuari ka mbështetur elementin e veprës penale, nxitja e përçarjes dhe mosdurim, ganenje 141 të KPK-s. Pra, kjo është arsyeja që mos tjera shepet në këtë autorizim. Një koment për këtë, domethënë për këtë nxitjen dhe për këtë nxitjen publike, përçarjen publike dhe mosdurimin, zotri Rexhaj. Qëre, vetë fakti se nuk është me rëndësi numri mundet më gabu. As në Bosnë, as luftën e dytë botnore, kur definitivisht nuk dihet se sa njerëz e kanë humbur jetën, në rrethana çfarë rrethana kanë humbur jetën. Por rasti i burgut Dubrovës, aty kanë qenë njerëz e arrestuar, kanë qenë domethënë durë të shtetit, pa marrë parasysh çfarë vepra kanë kryer. Sidomos ushtarët e UÇK-s. Ata kanë qenë gjithë të arrestuar, qarmatosur në rrethana të ndryshme. Unë kam shumë shokë që kanë qenë mes tyre. Ka qenë Naid Hasani, ka qenë Reshat Nurboja, ka qenë Yahya Luka, kanë qenë gjithë ta njerëz janë gjallë. Me një telefonat mundet njëri me i marrë dhe me i pyet se çka ka ndodhur. Është një plakat aty që shkruan edhe për numrin hymje të burgut. Nuk bëhet shkenca ulur në Google edhe me burime të pa verifikuara. Nuk është absolutisht, çdo gjë mund të jetë pos shkencë nuk të jetë. E të merret për gjitha këtyre dhënave, për gjitha këtyre tregimeve, vetëm narracioni i Serbisë apo falsifikimi i Serbisë cilën e kanë bërë ato gjatë luftës, se nuk është vetëm burgu Dubrovës. Kudo që kanë vrarë njerëz, ata kanë thonë se ishin të armatosur, ja u kanë lënë armë, edhe në rastin e Raçakut. Ata kanë gjithmonë ende nuk e pranojnë krimet që i kanë bërë në Raçak, krimet e luftës, edhe genocidin, thonë se kanë qenë të armatosur dhe kemi luftu kundër ushtarëve të UÇK-s, edhe pse ka fëmijë, ka pleq, ka gra. Tash në burg nuk ka pas mundësi me pas gra e pleq e fëmijë, mirë po gjithë kanë qenë të arrestuar, gjithë kanë qenë durë shtetit, disa dënum, disa në procedurë për dënim. Unë kam qenë vetë në burg, e di çka është burgu. Në burg nuk ke shans, ti nuk kam pas lidhca, pucave nuk kam pas rryp, edhe me dasht me bëve të vrasën nuk është e pamundur. Apo është shumë rrallë ndodhin vetvrasjet në burgje, sepse edhe nëse ndodhin dorë shtetjet ato, dhe gjitha ata njerëz, të vrarë, aty kanë qenë mbi 900 njerëz, do me thonë janë vrarë, mos hitash numra, mos ko gaboj diçka, po diku 80% e tyne janë gjallë, janë aty në për Kosovë, ata lëvizin, ato janë, historia nuk është mbyllë si mja qik piken, edhe vetë fakti se, edhe thirrej se i ka marrë dhënat nga Natasha Kandić, u mundu ta kompromitoj një zojë e cila ka bërë shumë punë të mëdha,
edhe për e cila edhe është shpërblyl nga institucionet tona, ajo mundu ta fusë në lojë dhe të mshefet se i ka marrë dhonat për... Nuk mundën mu marrë dhonat në atë mënyrë. Dhe në një deklarim për media, zotri Rexhaj, ajo e mohoj, pra që ato burime kanë qenë dhe lidhen me të. Kemi dhe reagimin e Rogjinovsi, duke ditë edhe afërsinë që ka me Shkëlzen Gashin, që në fakt në një farë forme ka transmetuar një reagim përmes rrjetit të tij social Facebook. Thotë se përshkrimi i Shkëlzen Gashit ka qenë se sot rreth orës 14:30 dy persona me veshje civile filluan me trokit në derën e banesës time në mënyrë të ashpër, duke pas parasysh gjuhën e urrejtjes, sharjet, ofendimet dhe sulmet verbale të këtyre ditëve. Isha i bindur se dikush kishte ardhur të më sulmoj. Menjëherë kam njoftuar miq të ndryshëm, të cilët u nisën drejt banesës time e të cilët njëkohësisht e lajmëronin policin. Fatmirësisht në ato momente në banesë nuk ishin prezant fëmijët e mi, të cilët do të ishin terrorizuar prej situatës. Pra po ndalim një pak këto, zotri Rexhaj. Pra thotë që në gjithë këtë që ka ndodhur, ai po përballet me një gjuhë urrejtjes, pra ka frikë edhe nga këto reagimet e qytetarëve dhe kishte frikë se në këtë rast nuk ishte policia, po ishte dikush që ka shkuar për ta sulmuar, a? Mund të ndodhë edhe kjo, zotri Rexhaj, duke pas parasysh që ai edhe publikisht nuk kërkoi më një herë falje për atë që është bërë në ekspozitë. Shkëlzen Gashi me këtë narracion pro-serb, ajo është i njohur prej kohësh, askush se ka sulmu, askush se marrë me ta. Ajo nuk është absolutisht, nuk është e vërtet. Mundën ka kërcënime në rrjetet sociale, unë jam kundër absolutisht çdo kërcënimi. Mirë, po tash ti paraqet në këtë mënyrë Rogjinovsi, koka e dytë e kësaj si narracionit serb, nuk është në rregull. Nëse më troket mund del policia, normal se kanë drejt të më trokit, nëse unë në çdo rast edhe në çdo kohë. Pa marrë parasysh janë fëmija e mi këtu, apo aty e vendos vetë policia kur vjen të shtëpia. Mos t'i luajnë këto role, nuk kanë ardhur policia e Serbisë, me ia thyr derën apo me pushkatu diku në rrugë, ato gjana kanë një. Kosova është demokratik dhe gjithkur duhet me dhënë llogari për punën e tij, për fjalën e tij, secili prej neve që jemi në publik, në ndonjë rast apo në ndonjë kohë mundem me marr në ndonjë kontekst nuk e kuptuar, po në fakt Gashi kishte Po, në këtë kërkim falje në ditë më herët kishte bërtile dhe për këtë që mos të linçohej dhe të mos drejtohesh në kërcënime drejt tij. Por gjithsesi, Rexhaj, një pyetje dy pyetje në fakt që parashtrohen në këtë narrativ që ju e bët analistë që kanë bërë edhe të tjerë, shumë të tjerë. Pse dhe si? Pra, si mundet dhe pse guxon një person, pra kur e din që një veprim i tillë, një gjë e tillë do të hap plak të shumë familjeve, siç ka ndodhur dhe siç e kanë deklaruar vazhdimisht, dhe ku shndron prapa kësaj? Domethënë në këto dy pyetje, sepse këtu ulet shumë, edhe u kritikua shumë edhe kuvendi për financim, madje pat kërkesa për dorëheqje të Albulena Agjiu tek kështu me radhë. Kështu që në këtë pikë cili është ndrimi juaj? Ju veç keni parasysh se presidentja para një kohë nuk e ka financuar, e ka refuzuar. Me siguri e kanë këshyrë më mirë. Por në kuvendu, në fola me disa deputet, fola me disa njerëz, nuk ka kalune për filtra. Aty paraqitet kredi diçka tjetër, është një anglez i cili sa e di unë në ekipin e tyre i cili ka bërë kërkesën, nuk është emri Shkëlzen Gashit. Dhe me thonë, financimi, aty ka policia drejt, edhe të hullumtoj, se me çfarë kërkese u dhanë ato para, ato 13.000, 15.000 euro. Edhe çka është me keqja, këto libra janë shpërndar, janë bler nga qeveria, Ministria e Punëve të Jashtme, janë shpërndar nëpër ambasada, dhe me siguri një ditë në Këshill Sigurimit, apo kudo që vjen përplasja mes Kosovës e Serbisë, ata mundën me na thonë neve, ju vetë keni shkruar si ka pas aty njerëz të armatosur, pse po luani? Bashmëramun e shumë mirë pashtë ky Kelmendi, Adriati Kelmendi, ku gazetari Kajtazi i kujtoi disa gjëra në historikun e tyre, që i ka shpërdorur Serbia në ngjarjet. Unë jam edhe më thellë involvuar në këto gjëra. Unë di edhe më shumë këto gjëra se sa që flet Kajtazi apo se sa kemi na mundësi me fol mjetet informimit, se ju më njëherë na ndal në zonën, okej, më to s'na interesojnë neve, janë pa verifikuar, dhe s'na lëni me fol. Ajo është në rregull, se ju keni kriteret e juaj si kasetar, po se fakti se dim shumë, ajo është 100% e vërtet. Merreni librat e Shkëlzen Gashit, këshireni veç faqen e fundit, kush i ka financu, ku janë ata njerëz, me çka janë marrë, ku kanë qenë gjatë mbledhjes Rambujes, ku kanë qenë gjatë kohrave të ndryshme të historisë Kosovës. Ne kemi një histori të kalume,
ku janë bajt taktimet, ku kanë qenë ta njerëz, pse janë gjendë vetëm rreth parave, pse janë gjendë vetëm në ato mese ku është folë kundër shtetit Kosovës, kundër pavarësisë Kosovës, nuk janë trasit. Janë një grup shumë i madh njerëz me një histori shumë gjatë, prej kohës ndryshimeve kushtetuese, unë kur ti shkruaj memoaret e mia, po për fat ende jam i ri e jam kam punë gjera, unë do t'i publikoj të gjitha. Do t'i qes gjitha kronologjike. Po, ta sqarojmë këtë. Pra, ju po thoni, nga këto që ju e thënë me ata që keni diskutuar në kuvend, që kjo ekspozit nuk ka kaluar në për një filtr. Dhe se është paraqitur ndryshe si kërkesë, sepse dje e lexoj zotri Hasani një pjesë, që është paraqitur si një kërkesë për një ekspozit për masakrat në Kosovë, dhe më pas po thuhet që është ndruar, domethënë është bërë një lloj, si ta quajmë kleçk, le ta themi në këtë gjithë këtë ngjarje, apo jo. Kështu po kuptohet nga ajo që thatë. Unë kështu i kam informata nga deputet që mi kanë vonë, se ajo ka kalu vetëm në përkryesi, jo në kuvend. Kryesi ka shku e ka futa Bulena Haxhiu në rendite, e kanë kalu se ata kanë mendu si është një gjë e mirë, se në përvjetorin e 27 të masakrave me publiku këto gjana, nuk është hera e parë. Shkelzen Gashi ka shku te Hashim Thaçi, Shkelzen Gashi ka shku te Isa Mustafa, Shkelzen Gashi gjithmonë ka kërku katrokit në dyrë të institucioneve të Kosovës me marrë përkrahje financiare. Po kjo ka qenë me sherrë, se ky i shanë publikisht, edhe ky Ron Gjinosi që u paraqit aty, ky ka statusin ku thot Hashim Thaçin duhet me vrarë me plumb gall. Nëse Hashim Thaçi ata se kanë marrë si seriozisht, lese një çun i ri i Prishtinës po merret, apo e ka babën PDK dhe nuk merremi na me to. Ta kanë shumë më herët kanë rënë në konflikt me gjyqet, me ligjin Kosovë. Mirë po nuk është marrë askush me ta. Dhe tash kur ka kalu çdo kufi, kur ka ardhur ditë protestat, funit janë vjedh parët e buxhetit Kosovës, janë shit librat 15.000 euro, është marrë për ekspozit 13.000 euro. Këtu ka kryesisht Shkelzen Gashi nuk boton asgjë me parët veta. Nuk është shkencëtar i cili merr nga institucionet shkencore. Nga gjithë këto informacione që i keni, që thati keni përmes burimeve tuaja, nga ajo afërsia që keni pas me shkëllzenin, keni pikë dhe kafe njeni edhe familjarisht, a mund të japësh një përgjigje? Çfarë po tenton Shkelzen Gashi që të bëjë me gjitha këto botime, me ekspozita, çka po tenton të bëjë zotri Gashi? Po vetë kur shkon të shpesh në Beograd, atje merrte financë për shembull me paraqit një Serbi ndryshe, unë e kam tërhequr rejtin. Shkelzen është shumë herët na me fol me paraqit, më mundu me paraqit një Serbi ndryshe, sepse unë kom taku gjatë karrierës sime politike, kom taku shumë serbe, kom taku Zoran Xhinxhiçin në Sarajev, kemi diskutuar me zvete, kemi diskutuar ashtë e mundshme me ardhë një marrëveshje, pa luftë, me dalë prej situatës, me pranu një shteti tjetrin, absolutisht nuk kanë qenë ndryshëm nga Miloševiqi as Zoran Xhinxhiçi, vetëm që ajo është mundu me mjete tjera. Miloševiqi i kanë vyjt votat në Kosovë për me thonë se peshtri sovranitetin e Serbisë atje, edhe me i marrë 80% votave në Serbi, ndërsa Zoran Xhinxhiçi ka qenë tjetër, njeri i Gjermanëve, shkollum në Gjermani, ajo është mundu, okej, ja u kthejmë autonominë atë sa keni nevoju, shkrunin kushtetut çka doni, po ju i një pjesë e Serbisë, apo e Serbisë dhe Malit Zin, atë kur jam takuar me te, dhe duhet në kufit nuk mbështeten, kote keni. Edhe sikur mos ndodhshin ngjarjet, shumë ngjarje kanë shku për fat mirë në favor tonin, po nëse nuk do të vritej Zoran Xhinxhiçi, situata do të ishte ndryshe, se me një kryeministër serb i cili thot merr çka dush, me shkolla, me kulturë, me gjitha, me parë tonë, si autonomia e serbëve që ishte në krajinë atje, me ushtri, me polici, gjitha i keni, i kishte qenë shumë më vështirë marrë të pavarësia. Rexhaj, një pyetje për këtë që po thuhet vazhdimisht, që me këtë që ndodhi, Serbia ka diçka të rëndësishme në dorë. Çka në këndvështrimin tuaj ka me këtë që ndodhi tani në 2026 kjo gjë? Si do ta përdorë Serbia këtë? Unë e di 100% se Serbia i ndan diku çdo vit nga 500 milion investime në Kosovë për me prunë pikpyetje pavarësinë e Kosovës. Sa ta gjithmonë kur jemi përballuar me ta na kanë thënë po ju nuk dini me mbajt shtetin, pse pe lypni? Rrini me neve serbë, him Bashkim Evropian, zhvillohemi bashkë, ju veç përfitoni prej neve. Se si shteti pa mbarur ju keni mja hangër kokën janë i tjetrit, nuk dini me udhëheq shtet. Edhe propaganda e Serbisë, investimet
Tashmë veç kemi agent Burgosu, ne kemi Fatmir Shehollin, ne kemi dy shpionë serb, ne kemi ato tisisit edhe ai shpioni Serbis, i kemi njerëz prapa grillave. Neve s'na kanë besu ma herët kur kemi tërheq vretjen. Janë investimet serbe. Besoni unë si jam marrë me dosje, unë që kam informata pak ma shumë për fatkeq, ma shumë edhe se disa institucione në Kosovë që kujdesen për siguri. Aq ka shumë njerëz rreth pushtetit, aq ka shumë njerëz në pushtet cilët nasnjë rrethonë, në një shtet demokratik nuk do të guxonin t'ju afrohen institucioneve shtetërore më afër se 2 kilometra. Ata janë brenda pushtetit. Deksa po ju dëgjoj, po më lind një pyetje me gjitha këto informacionet që i keni, edhe që nuk janë të thjeshta. Disa prej tyre i thoni shumë shpesh në intervista dhe zakonisht edhe ne mundohemi që të jemi shumë të kujdesshëm derisa i thoni sepse është e rëndësishme. Por a ka ndodhur ndonjëherë që këto institucione tona të sigurisë ndonjëherë t'ju marrin dhe t'ju pyesin për ndonjë deklaratë të tillë që e keni bërë në për emisione shembull? Po, kanë ndodhur, po ato kanë qenë vetëm biseda, pyetje gjatë takimeve private si institucione jo, edhe pse unë institucioneve në disa raste i kam dërgu informata për disa njerëz, masi janë emënua, po masi kanë marrë poste, ja kam tërheq vretjen, keni kujdese që ta njerëz janë këta. Unë kam thonë edhe ma herët janë njerëzit gjallë për shembull prej fillimit. Unë kam shku te Adem Demaçi, se unë më largu për partisë parlamentare dhe ja kam thonë që ta dy emna, Shiqoba Adem, që ta dy njerëz i ketë Udbës, i ketë Kosit, veç me rësi informat. Mirë po ka i njëru, zakonisht edhe tjertë nuk e di, në disa raste kam vrejt ma vonë se i kanë shkarku një mënyra, po jo tjetër, por jo drejt për drejt. E kanë prit dhe i mandatin. Ju thatë diçka më herët, që Shkelzen Gashi ka qenë në Sërbi, që në fakt kjo në një mënyrë nuk është që e determinon nëse dikush punon kundër Kosovës, sepse ne Regja kemi pasur edhe shumë artistë që punën në tyre artistike, madje një prej tyre po e ndaj me që kam qenë prezent në një ngjarje atje, filmi i Isa Qosjes, që fliste pikërisht që fleta për krimet në Kosovë të Sërbisë. Kishte një protestë, kishte një reagim të madh. Pse në këtë rast, kur është fjala për Shkelzen Gashin, çka ju frikson dhe ju bën që ta keni këtë bindje që po e thoni 100% që këto shkuarjet e tij atje kanë një tendencë dhe një qëllim të keq? Jo, absolutisht, unë kam qenë edhe para lufte mundan, qetësi me Serb, jam edhe pas lufte më ullë, mu bisedu, mu marrë vesh me ta, me ardha ta në Prishtinë, me shkuna në ato, absolutisht se nuk jam në qasë dy ftyrësh. Mirë po s'ke mujt mu marrë vesh me regjimin e Miloševićit, na u ka dasht me luftu. Edhe a ditë që është kry lufta, po t'ishin sërt meqëm se na nuk jemi fajtor. Dora shqiptarëve është e shtrime. Gjithmonë, kur dojnë dhe të vinë sërbë, të na kërkojnë falje, apo që edhe pa na kërku falje, të na pranojnë si shtet dhe mund të jetojmë si fqinjet dhe të jecim për para. Na mund të grindemi edhe 200 vjetë edhe 500 vjetë, po herë do kur prapë këtë do t'ullemi bashkë do t'jetojmë si fqinjë. Këto ja u kemi bo me dije, gjithë të premë të Ibrahim Rugova dali ka lutë. Leni armët, jemi dy popuj parafërsisht barabartë, as ju s'mundeni me fitu luftën as na, t'jetojmë si miqë, t'jetojmë si njerëz. Mirë po s'kan dasht. Kanë dasht me luftu, kanë dasht me na përzon, edhe kjo është rezultati. Kosova e pamvarur shumë ma shpejt, e shumë ma letë se sa që kemi mendu na. Edhe absolutisht nuk jam kundër, unë e kom flet arrestin, nuk guxoj me shku në Serbi, absolutisht nuk pengon nëse shkon dikush, qoftë për biznes, qoftë për kulturë, qoftë për art, jam për ato që të bashkohen popujt, që të afrohen me zveti. Mirë po që të mundosh me libra, të paraqisë se Serbia ka një Serbi tjetër me Nikezicin, me Gjingjicin, me ata tjerë që po i lavdon Kurti pishpall heroj, kjo nuk është e vërtetë. Zotri Regja, shtojmë që ndrosh edhe pak në diskutim, por e keni edhe avokatin Gjevdes Makiqi i cili inkuadrohet edhe i kërkojnë falje që i ra pak të pres, por Zotri Regja kishte shumë informacione të cilat natyrisht na interesojnë. Zotri Makiqi, do të ndalemi fillimisht tek mbastisja në banesën e Shkelzen Gashit nga prokuroria. Si e vlerësoni ju? Ka qenë një veprim i drejtë, themi kështu, apo i egzageruar? Jo, absolutisht, e pora edhe përmes këtij paraqitje publike, po i duhet kërkojmë falje si që ai njeriu i moshuar kërkoj falje çdo viktime në Kosovë, sepse kemi të bëjmë një ndërmarrje të organizuar, e cila jo që e ka deformuar historinë dhe ka vrarë edhe njëherë të gjithë viktimat, por e ka shtrembruar të vërtetën, kur edhe vetë kjo zonja Kandi që tha që asë në dokumenti Serbis nuk thot se ka pasur të burgosur të armatosur shqiptar
dobro, dhe e dyta që dua të them që nuk po përmendet këtu, unë nuk e kam lexuar as librin e Shkelzen Gashit, as enciklopedin, por e kam lexuar një analizë të Durim Abdullah, ligjëruesit të historisë në Universitetin e Prishtinës. Për mua shumë alarmante se ka qenë një dashje dhe një qëllim edhe bashkë në kohën kur po pritet që të nxjerret vendimin shkallë të parë në dhomat e specializuara kundër kreve të UÇK-s, sipas Durim Abdullahut në analizën e tij thotë që në numrin 83 të masakrës, Shkelzen Gashi ka vendosur masakrën kënaqëse të UÇK-s ndaj 14 serbëve në Lipjan, pra në kohën kur kishte hyrë NATO-ja. Dhe kjo është alarmante, këtë nuk po e përmend askush. Dhe pikërisht unë mendoj këtu është nyja që kjo ekspozit është publikuar bashkë në kohën kur pritet të nxjerret vendimi nga dhëmat e specializuara dhe ka një dashje në qëllim të caktuar këtu që dhe një sinkronizim nga çarqet antivlerave të UÇK-s, antihistorisë, sepse këtu po bëhet një përpjekje edhe përmes prokurorisë së Serbisë në Hagë, me provat që i ka pranuar zyra prokurorit special për fatin e keq që është e Kosovës, por edhe përmes këtyre ekspozitave që bashkë në kohën kur pritet aktgjykimi i shkallës parë, të ekspozohet edhe një masakër kënaqëse e UÇK-s. Prandaj ka një vepër të rëndë penale, të cilën e ka bërë jo vetëm Shkelzen Gashi, por ata që e kanë sponsorizuar, sepse përveç veprës penale nga neni 140 të Kodit Penal të Republikës Kosovës për nxitjet e urrejtjes dhe përçarjes e mosdurimit, kemi edhe një vepër penale nga neni 323 që është mashtrimi, pra ai ka përfituar financiarisht dhe i ka premtuar Kuvendit Kosovës, MPJD-s, dhe gjitha institucionet që e kanë financuar që do ta bëjnë një ekspozitë dhe një libër të saktë. Pra i ka mashtruar, ka përfituar materialisht, financiarisht. Pra kemi të bëjmë edhe një mashtrim klasik që pale dëmtuar mund të jetë buxheti i Republikës Kosovës, Kuvendi i Kosovës dhe këtë veprën penale të cilën unë e kam kërkuar që SPAKu, Ministria e Punëve të Brendshme me njëherë t'ia jep shtetësinë Shkelzen Gashit si autori i këtij falsifikimi. Këto themi mashtrime do të mund të evitoheshin nëse do të kishte një monitorim, qoftë edhe nga kryesia e Kuvendit, që ndoshta të lexohet çka saktësisht do të ketë kjo ekspozitë, njëjtë edhe nga MPJ-ja kur ishte për librin. Pra, a duhet të ketë një monitorim se çka po pranojnë që të shfaqet në publik, sidomos kur bëhet fjalë për tema të ndihshme, siç ishte kjo ekspozitës? Unë mendoj që ka shumë elemente të veprës penale të mashtrimit për arsye se ky Shkelzen Gashi apo OJQ-ja e tij Advera, si quhej, ajo e ka bërë një propozim me shkrim, sigurisht ka bërë një aplikim në MPJD dhe në Kuvendin e Kosovës dhe nuk ka mundur ta shkruaj aty se unë do të bëj një libër apo një ekspozitë të pasaktë, të gabueshme me të dhëna të Serbisë, por e ka thënë të kundërtën. Do të bëjmë një libër të saktë, do të inventarizojmë apo listojmë të gjitha masakrat e Kosovës dhe më e keqja ishte që Shkelzen Gashi nuk e kishte futur as masakrin e Matermalit të Rrëngjinokut. Këtë natyrisht që këtë do ta bënte, por është edhe ky një rast tjetër ku në fakt vjet në qendër të vëmendjes edhe mospuna e shtetit tash sa vite për këtë çështje shumë të ndihshme dhe librin që po e përmendi ju e ka sugjeruar realisht edhe Erexha, ja? Ju ka referuar edhe Erexha ditë më parë në një postim. Po jo vetëm do të thonë që edhe Arbulina Haxhiu, edhe Donika Gërvalla, në vend që të ndjeshin keqardhje, siç në një farë mënyrë u çudita që kryeministri, edhe pse e ka pasur këshilltar, ai e tha me një fjali shumë që duhet të kemi saktësi sepse është shumë duhet ta kthejmë saktësinë e këtyre ngjarjeve, por Arbulina Haxhiu e lavdroi këtë OJQ-n Advera, e cila ka rezultuar me këtë deformim të historisë dhe MPJD-ja që e ka financuar Donika Gërvalla Edina që është një dëshmitare e vetë deklaruar edhe më specializuar dhe po dume me nuqe ndoshta kur e kanë po edhe numër 83 masakrën e UÇK-s në ekspozit apo në libër kundër serbëve të Lipjanit që ka qenë në kompetencat e NATO-s, KFOR-it dhe UNMIK-ut në atë kohë dhe s'ka mund të jetë as ka kur një identifikim se e ka bërë UÇK-ja. Ndoshta kanë dashur ose në farë mënyrë kanë mbyllur syrin që t'i dëmtojnë krejt të UÇK-s në bashkë në kohën kur pritet aktgjykimi i shkallës. Por unë mendoj është një sinkronizim i planifikuar i gjithë kësaj ndërmarrje Serbi-Kosovë për t'i dëmtuar krejt të UÇK-s. Kjo është natyrisht ashtu siç ju e vlerësoni e shihni nga këndvështrimi juaj, natyrisht ka pasur edhe shumë të tilla që e vlerësojnë kështu dhe kanë pasur kritika të ashpra, madje edhe shumë qytetarë dje kemi parë në protestë që kanë qenë të mllefosur me këtë që po ndodh. Dua t'ju pyes avokat sepse është shumë e rëndësishme. Nga këto vepra që e lexuam edhe më parë, autorizimin e prokurorisë, por edhe atë që e ceket ju. Cila mund të jetë finalja, le ta themi, çka mund të ketë kundrejt Shkelzen Gashit pas këtyre veprave? Çka mendon?
Unë u çudita për shkak të peshës së rëndë dhe ndikimit që ka në historinë e Kosovës në mbrojtjen e viktimave dhe personave të cilat kanë dhimbje shpirtërore, pra familjarëve të viktimave, u çudita pse nuk ka kërkuar prokuroria t'ia caktoj mosën e paraburgimit ose ndalimin në 48 orë, pastaj të bëjë kërkesë për paraburgim për arsye se Shkelzengoshi mund të shmanget, pra procedurës penale mund të ikë nga Kosova, nuk është bërë asnjë kufizim dhe rrjedhimisht mund të mos gjykohet fare. Regjaj, një gjë të fundit për gjithë këtë dhe mbase edhe për atë sugjerimi që keni bërë pikërisht për librin për cilin foli edhe avokatja, librin e profesorit dhe historianit Durim Abdullah. Unë sa e di, unë kom bisedu me zotin me Durimin, mund ditën që ka në kohën ditore ka publiku një kritik rreth librit e Shkelzengoshit dhe me të vërtetë nuk jam historian, po i di metoda shkencore cilat përdoren për me shkruar një libër. Dhe aty fjalë për fjalë, çdo masakër, çdo gjë që ka shkruar Shkelzengoshi, ai ka demantu, i ka qitë në atë rrjetin e shkencor që shkruhen dhe nuk kanë qenë qëndrueshme. Unë çuditem se askush nuk është marrë me atë kritik. Unë bisedova dhe dje mas i dolem këto, po pardje kur dolem këto, me zotin Abdullah dhe i thash, që brëtë si kur ti mërte dikush seriozisht kritika tua karshi librit. Unë e di kush i ka ndihmu Shkelzengoshit që ky libër të promovohet këtu në Zyrich, të promovohet në Berlin e ku ta di unë, por me të vërtet nuk janë njerëz kredibil cilë merren me sidomos ky Robelli. Ky ka qenë këtu. Nëse më lëni me folë, është vetëm një Qelsaxhi, ka të krym një zejet Qelsaxhiu dhe ka shku një kurs, në Zvicër mund është me kurse me arrit diçka në gazetari, nuk është gazetari shkollum, nuk ka brum gazetarin, a bile as ma shumë është i denur me para gjykatës Zyrihut për shpifje kundër Bezet Pacollit. Edhe tash na si njerëz shkon ti mbështetesh me ta promovu librin, nuk është asi, e tregon vetëm fytyrën e Shkelzengoshit, sa e kur ka ardhur në Zyrih, unë si kam shku. Me ata njerëzën nuk shkoj me promovu libra, cilë janë denu me vendim gjykatës për shpifje. Edhe të njëjtit njerëz i merr, dikush kanë të gjetë lidhje mbas lidhje, me siguri gjithë mendojnë se ka qenë një libër, se titulli është i mirë. Kush është kundër zbulimit të masakrave, publikimit, shpërndarjes tyre? Mirë, po tash po na del. Me të vërtetë unë e di që funksionon lufta speciale, lufta hibride. Mes 10-15 fakteve të mira, i futë edhe 4-5 Regjaj, a e shihni ju si një moment dhe si një lidhje për atë që po thoshte avokati që vjen pikërisht në këtë moment kjo ekspozitë dhe këto pasaktësi para vendimit të speciales për krerët i shkretët e UÇK-s? A shihni një lidhje të tillë? Vetë avokati e mori rastin, unë jam kundër çdo vrasje, çdo civili. Absolutisht nuk më intereson kombje komësia. Kur i ke marrë na push në dorë, kur kanë vendosur me shku në luftë, kemi thonë, civilt nuk preken. Nuk janë të shejt, nuk luftohet jashtë kufive të Kosovës, i kemi bodo rregulla. Mirë, po te fotografia ku flitet për masakrat ku janë vrarë Serb, aty është Hashim Thaçi duke u përull para, kjo nuk ka shkencë. Kur nuk shihet Miloševiqi të masakrat që i kanë bërë kundër shqiptarëve, apo Shesheli, apo dikush tjerë, Arkani, ata që kanë marrë drejt për drejt vrasje, ndërsa merret Hashim Thaçi, gjoja, ajo është politizim. Pse si ka qitë përmendorën ose varrezat e kufomeve, si të gjithë. Se dhe ata janë vrarë, po unë nuk du me marrë me imbrojt. Edhe ai ka qenë krim që i ka vrarë ata. Mirë, po vërtet ka ndodhur në një rast tjetër, në një rrethon tjetër, e cila nuk du me folë ma shumë për ata. Mirë, po vetë fotografia e Thaçit në një punim shkencor, duke u përkull para përmendorës atyre që janë vrarë, edhe duke shpërdorat fotografi që Hashim Thaçi është pro Serb, Ramush Haradinaj është pro Serb, të gjithë tjerë janë pro Serb. Ta krejt kur me kanë ndjekë këtë narracion. Në shumë raste ka krime dhe nga ushtarë të UÇK-s në rrethona të ndryshme. Po ushtria lirimtare e Kosovës nuk ka kryer krime, nuk kem pas program, nuk kem pas
plan për vrasjen e asnjë civili. Dhe zotri Regja, kjo ishte ajo që u diskutua edhe për ekspozit. Ajo që i lëndoj më shumë është familjarë, duke ditë se çka kanë përjetuar viktimat, familjarët e tyre, për edhe ata të mbjetuar, pa të mbje studio ato histori që u nda, pra kjo është lëndimi që po i bëhet, ndoshta ta citojmë edhe siç tha një familjare që po vritën për herë të dytë nga këto informacione të pasakta. Në anën tjetër Amir, kishim edhe një mysafir këtu që tha ajo që është më rrezikshme është që po tentohet të ndryshohet historia dhe një ditë nuk do të jenë këta persona që dalin ta mbrojnë, ndoshta nuk do të përcjellet historia e Kosovës ashtu siç është. Prandaj gjithkush po lufton që kjo histori mos ndryshojë nga persona që kanë tendenca që ndoshta ne nuk po i dimë të sakta. Në këtë pikë Rexhaj do ta falenderoj ajta, me që ishim nga fillimi edhe diskutuam shumë gjëra. Rexhaj, si zakonisht faleminderit për bashkëpunimin. Si gjithmonë jo me këto deklarata tuaja, por e thatë edhe veta që natyrisht secili mban përgjegjësi për ato deklarata dhe informacionet që i kanë, dikush dëshiron t'i ndaj, dikush jo. Ju shpesh nuk hezitoni. Faleminderit që u lidhët. Faleminderit zotri Rexhaj. Koha do t'i dëshmoj gjitha. Dhe tash nuk ka dëshmu koha kur në asnjë rast. Ditën e mirë, faleminderit. Dëshmojmë jemi me avokatin. Këtë është shumë e tona, që koha do ta dëshmoj. Jemi këtu. Avokat, çka ka qenë më shqetësuese në gjithë këtë? Kësaj që po i referohemi se shumë shpejt në disa tematika kur hapen është kjo çështja që po tentohet të ndryshohet historia. Kësaj i referohemi gjithmonë edhe me atë që po ndodh në Hagë me ish-krerët e UÇK-s. Realisht, a mund të ndryshohet historia? Mund të ndryshojë një ekspozit, disa të dhëna të pasakta, një libër atje që promovohet, është promovuar në shumë vende? Po, kontekstin cilin ndodhemi pra, kur kreto që këtë presin ak gjykimin e Hagë dhe momenti kur kjo ekspozit është me pasaksi, për shembull, është shumë e qëndrimshme dhe me dashje është bërë për arsye se për shembull Shkenzen Gashi nuk gjeti ose nuk mundi të mbrojë se këtë draft të librit apo të ekspozitja ka dërguar shoqatës luftave, shoqatës viktimave, familjeve të dëshmorëve, familjeve të viktimave civile, nuk i ka kontaktuar, madje do të ishte shumë e ndershme që një historian që pretendon, ose një publicist që pretendon të bëjë një publikim të tillë, neve si viktim do të duhet të prezantonte se i ka vizituar vetë lokacionet, i ka vizituar varret, i ka vizituar familjet, dhe tek pastaj të vihet të dhënat e cilat janë qoftë në organizata ndërkombëtare, qoftë në Fundin e Drejtës Humanitare tek Nataša Kandić, por ju e pa që asnjë nga shoqatat e Kosovës që janë të lidhura me vlerat e luftës nuk ishin kontaktuar apo nuk u ishte dërguar ky draft i librit apo i ekspozitës për të dhënë komentet e tyre. Prandaj ka qenë, unë mendoj, i sinkronizuar nga sharqe për shkak të kontestit që ndodhemi në Hagë. Pra nuk shoh asgjë të rastishme dhe pikërisht këtu Prokuroria Speciale duhet të hetojë dhe ta ngrisë peshën e përgjegjësisë penale, jo vetëm ta Shkenzen Gashit, por gjithë atyre që e kanë ndihmuar. Po. Dhe këtë natyrisht po e presim që me çka do dalë prokuroria nëse do të arrijë që të sigurojë një nga provat për cilat po aludohet gjatë gjithë kohës, edhe do të shohim kur ka diçka zyrtare ta diskutojmë prapë. Kështu që avokat, faleminderit shumë për këtë inkuadrim. Faleminderit, ditën e mirë. Ju përshëndesim.